Përse e adhurojmë Allahun? A adhurojmë atë nga se ai na ka urdhëruar, apo e adhurojmë atë nga se ne e dojmë atë? E dojmë Allahun dhe i dojmë urdhrat e tij. Allahun ne e adhurojmë për të dyjat këto. E adhurojmë nga se ai na ka urdhëruar që ta adhurojmë atë. Po ashtu e adhurojmë, e bëjmë ibadet nga se ne e dojmë Allahun, e dashurojmë Allahun. Kur dikush të bën një të mirë, ti e don atë person. E Allahu ti ka dhënë të gjitha të mirat. Të ka krijuar, të ka furnizuar, të ka mësuar fen. Po t'jep të dikush diçka nga dynjaja, po t'jep të dikush një shumë parash, po t'jep të dikush një shtëpi, po t'jep të dikush diçka nga kjo dynja, ti do t'a doje pa dyshim atë njeri. Ti i don prindët tu, i don prindët tu nga se ata të kanë lindur, të kanë edukuar, të kanë shkolluar, të kanë furnizuar, të kanë jep një vend të qetë dhe të rahatshëm ku je edukuar dhe je rritur. E Allahu meriton edhe më shumë se këtë. Allahu është ai që ka krijuar prindët e tu, që ka krijuar këtë dunja, që të ka dhënë çdo gjë. Prandaj adhuroj atë nga se e don atë dhe nga se ai të ka urdhëruar, nga se ai e meriton ti urdhëroj të tjerët.